Bjellje më pak, edhe ha, e pi, si mret. Mirë, po kjo është një dardhë që ka mrapa i bisht shumë të madh, sepse investimet që bëjmë në të katër anët na sjellin më shumë ekonomi dhe duke pas më shumë ekonomi kemi më shumë çfarë shpërndajmë. Nëse ne ulemi dhe ham të gjitha dhe nuk mendojmë se çfarë do mbledhim nesër që të shpërndajmë pas nesër, mbetemi të gjithë me dy gishta ngoj. Prandaj është e rëndësishme që të kuptohet shumë qartë që kjo historia e Bashkimit Evropian nuk është një histori për të bërë muhabet kafenesh dhe pazaresh elektorale. Kjo është një histori historike. Momentin që ne kapërcejmë atë prag, gjithçka ndryshon në të gjitha drejtimet. Pa harruar që ndryshon gjëja kryesore, se ajo pasaporta europiane nuk është i dokument udhëtimi, që është merr i dokument udhëtimi që shkruan aty Bashkimi Evropian. Ajo nuk është dokument udhëtimi. Ai është status tjetër, qytetarie, ku për herë të parë në historinë e tyre shqiptarët do jenë me një status faktikisht dhe juridikisht të barabartë me çdo qytetar të perëndimit. S'ka bëva ki kur kjo. Edhe prandaj e them shpesh, kur Skënderbeu doli dhe i vuri gjoksin gjithë Europës perëndimore, s'kishte Bashkim Evropian. Por ama ai si profeti jon kombëtar na e përcaktoi rrugën. Dhe në atë rrugë kanë ecë gjithë duke parë atje te Europa. Sot Europa ka Bashkimin Evropian që është fati i madh i yni dhe që ne na ka ardhur në dorë sot. Prandaj duhet të mos lujmë nga istikami dhe të rrim drejt dhe të punojmë çdo ditë, siç punoni ju çdo ditë atje, se po e lati ditë tokën pa i bërë hizmet igu. Edhe ne me negociatat çdo ditë, duke i bërë hizmet çdo gjëje që në 2027 ta bëjmë marrëveshjen e antarësimit, dhe në momentin kur Shqipëria hyn në Bashkimin Evropian, është tjetër gjë. Dhe në mbyllje po ju them, e mani me Covidin kur thoshin njerëzit Greku jep kështu e Greku jep ashtu, pse s'jepni dhe ju se Greku dha këtë e Greku dha atë. Në fakt Greku nuk i jep dhe Greku ato. Ato i jep dhe Bashkimi Evropian. Në momentin që ra pandemia, Bashkimi Evropian bëri atë që bën gjithmonë kur ka një fatkeqësi që i prek. Qoftë të gjithë bashkë, qoftë pjesërisht. Hapi arkën edhe nxori lum parash të tjera për të përballuar pandeminë. Të gjithë të njohurit të afërmit tanë në Greqi e në Itali fillun të bërin vaksinat. Po ne nuk ishim Bashkimin Evropian. Dhe u detyrova unë shkova në Turqi dhe i solla nga Turqia, sepse s'ishim Bashkimin Evropian. Nëse do ishim Bashkimin Evropian, jo vetëm vaksinat, po edhe parat ekstra për të mbështet gjëra që ne i bëm brenda mundësive tona, po nuk i bëm dot ashtu si ata, se ata po ju them prap. Kanë buxhetin e tyre, kanë dhe buxhetin e Europës. Se Europa është si familje, ku janë të fortët, janë dhe më të dobtit. Ku janë ata që kanë shumë, janë ata që kanë shumë pak. Dhe funksionon që në momentin kur ti hyn, ata që janë më të fortë të mbështesin ty, që të rritesh dhe të forcohesh. Prandaj jemi në një moment historik. Kemi bërë shumë budalliqe në të kaluarën tonë. Ja kemi hap gropën vetes disa herë, duke u myt në lugën e ujit të pazarit politik këtu. Kush jam unë e kush je ti?
me muhabete idiote. Dhe kemi jo një herë trenin e historisë ne. Edhe në këto 30 vjet, 35, edhe për para 35 vjet. Tani treni i historisë ka ndalu para syve tanë. Mirë, po treni i historisë nuk është si treni që e shef, që të rri aty dhe të pret. Është një tren që duhet të kesh një shqiz tjetër që ta shofësh. Edhe ta marrësh edhe të shkosh përpara. Duhet ta marrim këtë tren patjetër. Do të ndryshoj gjithçka. Në Shqipëria 2030 do të jetë një Shqipëri e re. E re, duke filluar patjetër duke filluar nga fëmijët. Fëmijët tanë që kanë lind me këmish, sepse mund të hynë në bre që tani që janë në hapat e parë të jetës tyre. Ju keni fëmijë, keni nipa, keni mbesa që doni t'i çoni të studiojnë jashtë, që të bëhen sa më të mirë. Sot për sot, ata janë të huaj atje. Edhe që të shkojnë atje të studiojnë, duhet të hynë nga dera mrapa, jo nga dera kryesore, si student huaj. E duhet paguajnë tarifa ekstra e të tjera e tjera. Në momentin që ne hymë BE, ata janë student të BE-s edhe shkojnë ku të duan, edhe janë njësoj si ata që banojnë atje, dhe ndërkohë dhe Shqipëria bëhet një vend që vinë student nga BE-ja. Pra gjithçka ndryshon. Ka një tjetër, po, jepja pak. Jepja pak. Mesajarët në Sërrik për ministër, edhe kemi për punën e atyre legalizimit të shtëpive, edhe titull i pronësisë. Para 2 vjetësh që zëvendësë ministri këtu në rritëm që thamë që të zjerën një asaj, që ato të vinë tu në bashki. Bashkia di shpinë, di tokën, i ka dame, i ka bëndë të gjitha. Pa ne kemi nëjtë, edhe ministri tjetër ja kemi nëjtë këto, që edhe gjithë më janë pensionistën më shumë, mas ikin turën në Elbasana në këtej. Këto kishëm këtë vetit që të vinë në bashki të çdo gjë, se bashkia i ka të gjitha të shkrume, bëme bjeta. Këto kishëm në të faleminderit. Të është përsa i përket legalizimeve, para njërë bashkia ka marrë një autoritet tani. Pra, kjo që ju thatë ka ndodhë. Pra është bashkia pjesë e procesit. E para. E dyta, janë kryer 270.000 legalizime, më shumë se i qerek milioni. Kanë mbetur edhe rreth 60.000 tjera, sepse janë shumë. Dhe kanë bërë në të kaluarën gabime të rënda me legalizimet, ose edhe më keq akoma se s'kanë qenë as gabime, ka pas gabime, ka pas edhe poshërsia të mëdha, që kanë sjellë dëme të mëdha, ne nuk duam të përsërisim këto. Prandaj procesi do të vazhdoj, duam që të mbyllet bashkë me inventarizimin përfundimtar të pronës në 2028. Dhe patjetër dhe për këtë arsye kemi futur edhe bashkitë në lojë që ta mbyllim si proces. Kështu që shpresoj shumë që kush ka pritur gjatë nuk do presi më aq sa ka pritur. Duhet dhe pak durim se ndërkohë e përsëris keni parasysh kur ne kemi marrë detyrën ishim bërë 21.000 legalizime dhe nga të cilat një pjesë ishin kriminale komplet, po shërsirat pa imagjinueshme. Ne kemi bërë 270.000, do me thonë një shifër llogaritën i vetë sa herë më e lartë. Janë dhe 60.000, edhe besoj që këto 3 vite që vinë deri në fund 2028-s do të përmbyllin këtë proces, besoj. Jeve pak zotnis, edhe pastaj zotnis tjetër.